Venezuela has been very bad both in terms of drugs and sending some of the worst criminals anywhere in the world into our country. Pero el objetivo no es la lucha contra el narcotráfico, el objetivo es entrar y apoderarse de Venezuela. Getting land, oil rights, whatever we had. El petróleo de Venezuela le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos. A i keni parë për plasjet e fundit që ba Venezuelë? Dita ditës, tensionet sa vinda eskalojnë. Trump thotë se është një luftë kundër drogës, ndërsa Maduro pretendon se gjithçka ka të bëjë me naftën. Pra, për çfarë bëhet fjalë eksaktësisht? Le të hedhim një sy. Që nga shtatori, SBA-ja ka kryer mbi 20 sulme vdekje prurëse ndaj anijeve të dyshuara për kontraband droge në detin e Karajibeve, duke vrarë më shumë se 80 persona. Ka mbyllur hapësirat ajrore, ka urdhëruar sankcionim të naftës. E javët e fundit ka pozicionuar praninë e saj më të madhe ushtarake në Karajibe, që nga pushtimi i Panamas në vitin 1989. Administrata Trump e ka justifikuar fushatën e vet agresive ndaj Maduros si hap kundër narkotrafikut, rikthim të demokracisë në Venezuelë, ndalje shtypjes së popullit venezuelian dhe frenimi i fluksit të refugjatëve. Caracas nga ana tjetër pretendon se forcat amerikane janë dërguar në rajon me qëllim që të rrëzojnë qeverinë e tij dhe të marrin kontrollin e rezervave të mëdha të naftës së Venezuelës. Prit pak, këtu kemi një kleçk. SBA-ja nuk ka pruar asnjë provë që anijet e bombarduara mbanin me të vërtetë drogë, dhe sipas ekspertëve ligjor, edhe nëse mbanin, ata nuk përbënin ndonjë kërcënim të menjëhershëm që mund të çonte në sulme vdekje prurëse. Nisur nga deklarata e Maduros, na mbetet të ndjekim gjurmët e naftës. Me mbi 300 miliard fuqi në kapacitet, Venezuela ka rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë. I shtet naftë-nxjerrës ku deri në 95% të ardhurave nga eksportet vijnë nga karburantet fosile. Duke e ditur këtë, Trump po e godet Venezuelën në burimin ekzistencial. Dhe falë sanksioneve dhe mungesës së teksuar të mjeteve bazë, aktualisht po nxjerrin më pak se 1% të konsumit global. Doni ta dini se ku shkon nafta e sekuestruar? Well, we keep it, I guess. Pra sa më thellë të gërmojmë, aq më shumë kundërmon era naftë. Sepse edhe pse janë vendosur sanksione gjatë kësaj periudhe, Caracasi nuk i ka ndalur kurrë shitjen e naftës drejt Washingtonit, pasi aktualisht ka një kompani që vazhdon të operojë atje, Chevron. Chevron mbar licencën për të vepruar që në vitin 2022, pavarësisht sanksioneve amerikane. Kjo ka ngritur dyshime, nëse supozohet se nafta venezueliane po financon terrorizmin e drogës, atëherë pse një nga kompanitë më të mëdha amerikane të naftës vazhdon të marrë çështje nga Caracasi. Ndërkohë në ndrysninë e Trumpit dhe sanksioneve të ndryshme, Maduro është orientuar nga lindja, duke ia hapur dyert Moskës, Pekinit dhe Teheranit. Këto të fundit kanë rastin për të zgjeruar ndikimin e tyre gjeopolitik dhe ndihmuan regjimin Venezuelas të qëndrojë në këmbë përkundrejt marrëveshjeve politike, ekonomike dhe ushtarake. Dhe pikërisht këtë muaj, Trump publikoi strategjinë e tij të re të sigurisë kombëtare. Ai bëri thirrje për rikthimin e doktrinës Monroe, deklaratë e shekullit 19 që shpallta Amerikën Latine si zonë ndikimi ekskluzive të Washingtonit. Me pak fjalë, analistët mendojnë se me këtë lëvizje Trump po përpiqet të zbrapsë influencën e Kinës, Rusisë dhe Iranit nga Amerika Latine. Për të kuptuar se si arritëm deri këtu, duhet të analizojmë relatat SBA-Venezuelë që në gjenezë, të cilat historikisht janë mbështetur te nafta. Kompanitë amerikane investuan në naftën venezuelase që në fillim të shekullit 20 dhe deri në vitet 90, SBA-ja ishte vlerësi më i madh i eksporteve të naftës së Venezuelës. Por rrjetat ndryshuan pas vitit 1999, kur në pushtet erdhi presidenti Majt Hugo Chávez. El presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Politikat e tij ndryshuan drejtimin e kësaj tregtie, dhe kjo u avancua edhe më shumë kur qeveria Chávez në vitin 2002 akuzoi CIA-n se organizoi komplote kundrejt tij. Ky episod e prishi përfundimisht besimin midis Caracasit dhe Washingtonit. Në vitet e mëvonshme, përplasjet diplomatike erdhën duke u rritur, si kundër edhe sanksionet të SBA-s kundër Maduros. Dhe ja ku janë sot, në stadin e luftës së ftohtë, që në fakt duket se po zihen në sipërfaqe.